Përshëndetje goca, mirë se erdhët në kanalin tim. Si jeni? Sot është shtunë dhe siç e shikoni unë jam këtu tek dhoma ime dhe desha të hapja pak kamerën dhe të flisja me ju, të pyesja si jeni, si keni kaluar, çfarë keni bërë, a ju ka munguar. Edhe po, siç e keni parë dhe vëre që unë në kohët e fundit nuk jam shumë aktive, pothuajse fare aktive në YouTube dhe as në një rrjet tjetër social, për arsye sepse unë kam filluar punë dhe ju kam thënë dhe dini e keni parë. Dhe hapa kamerën sot duke qenë se është shtunë, edhe sot kam nisur pakot, porosit gjatë gjithë javës parë. Do ta shikoni në vazhdim një fragment ku I karikoj në makinë edhe nisem për t'i çuar në posta. Dhe sot mas dite kam dalë me mamin tim, kemi bërë disa blerje, unë të gjitha blerjet që kam bërë jam për punë goca, duke qenë se punoj në një fabrik, edhe normalisht dhe pse vëre që në fabrik tendojnë të vishën gjithmonë me të njëjtën veshje dhe gjithë javës, edhe gjithashtu gjëra shumë komode, shumë easy, shumë, si ta them, kurse mua nuk më ndryshon dot karakterin dhe tipin që kam, kudo që unë të shkoj të punoj, qoftë edhe në përhara që kam punuar apo në për hotele apo ku ta di, kam gjithmonë atë dëshirën dhe tendencën që ta mbaj veten time dhe të vishem bukur, rehat, komode, që unë të ndjem sadopak mirë me veten time, duke ndenjur gjithmonë në kornizën që më përfaqëson. Dhe kam marrë disa nga veshjet, gjithmonë kam marrë tuta, pjesën poshtë, sepse lart duhet mbajmë gjithmonë këtë bluzën që është edhe logo e fabrikës time, edhe mbrapa është kështu, që kështu kam marrë vetëm për pjesën poshtë dhe thash pse jo t'i ndaj me gocat e mia. Gjithashtu në fund pastaj do t'i tregoj pak edhe për këtë maskarën, jam surprizuar, sepse e kam marrë, ja kam dhuruar burrit tim tek Tigota, ku shkova bleva të gjitha detergjentet për të larë, për të pastruar, çfarë marrim ne zakonisht. Dhe I kishin dhënë këto për të provuar dhe duhet ju flas pak për këtë se si çmim nuk e di sa është, për të paktën të bëni një foto, një screenshot, do afrohem pastaj më vonë dhe ta shikoni sepse ja super vlen. Atëherë, si fillim dua të ndaj me ju që kam marr geta. Geta të zeza, që s'janë fare transparente, sepse I kam marrë masë shumë të madhe, XL, dhe do t'ja u tregoj edhe veshur se si duken një palë, por si këto getat kam marrë gjithsej, tani dua t'ja u tregoj. Një palë I kam këtu, 2, 3, 4 palë. Po, 4 palë nga këto getat. Do thënë juve, po qysh po tek. Getat janë një nga ato abillamentet që vërtet janë shumë komode dhe shumë të rehatshme, por duhet të gjeni cilësinë dhe kualitetin e duhur. Sepse nëse gjeni cilësinë jo e duhur, mund të jenë edhe pak të sikletshme, pasi mund të jenë të I dukshme apo ku ta diun, sepse normalisht do ulesh, do ngrihesh edhe që të rish e sigurt mendoj se duhet merrni jo një prerje ose 2 më të madhe, që të jetë elasticiteti duhur, që mos të jetë shumë transparent. Gjithsesi më vonë do t'i provoj të gjitha, do t'ja tregoj. Gjithmonë lart do mbaj këtë bluzën dhe poshtë blerjet që kam bërë, që edhe këto që kam veshur, I kam blerë sot, që janë këto tutat kështu, me kamosh, këtu lexon love, dhe janë shumë të bukura dhe janë të gjyra nga fundi. Janë shumë komode për punë, jo konsiderosh ngjan edhe bukur, edhe okay. Sepse nuk është se jemi në punë dhe do t'ikim në mënyrën më të keqe të mundshme. Paktën unë nuk e bëj dot sepse gjatë puna është e vështirë, e lodhshme, mbyllesh në fabrikë, imagjino që mos t'jesh veshur dhe bukur dhe rahat me veten tënde, është 2 fish, 3 fish për mendimin tim e lodhshme. Si këto që kam veshur, kam marrë edhe këto të tjerat në ngjyrë kafe, mbase kështu do të shikoni më mirë. Këto janë ngjyrë kafe, këtu lexojnë love dhe vinë në këtë prerje të gjëra dhe janë shumë të ngrohta, sepse materiali është ky këtu. Gjithsesi do t'ja u tregoj edhe veshur se si do duken, mua më pëlqejnë shumë. Unë jam këthe nga dhoma dhe mbas ndryshimi nuk do jetë ndonjë gjë kështu di, sepse edhe për jashtë është natë tashmë. Por, okay.
Gjithashtu kam marrë edhe këtë modelin tjetër që ndryshe nga këto që kam veshur, këto janë me xhepa, materiali është i njëjtë, ka një xhep këtu mbrapa dhe ka dhe një zemër, shumë cute ky xhepi këtu, mendoj se mund të mbaj Chelsea ose kja vetëm për të marrë kafe dhe ndryshe nga të tjerat, këto janë me elastik në fund. Edhe më pëlqen shumë. Edhe këto do t'i provoj. Gjëra tjetër që kam bler, që më ka pëlqyer shumë, por nuk e di nëse do ta vesh për punë apo jo, janë këto getat që i kam shitur një herë më duket Griseldës dhe janë shumë të bukura dhe janë zeza. Por këto më vjen gjuna me të drejtën t'i vesh te puna sepse janë shumë të bukura dhe mendoj se do t'i kombinoj dhe vesh me outfite për të dalë. Por gjithsesi do t'i vesh edhe këto që të shikoni sa bukur më rinë edhe veshur. Pastaj kalojmë tek xhinkset. Këto janë shumë xhinkse të bukura, do të thoni juve po pse do i mbash për punë. Goca, për mua puna është një vend ku kaloj shumicën e kohës, i thon tetor, mos më shumë. Edhe pse mos të jemi të veshura dhe të kuruara bukur kudo që ne ndodhemi. Mos harroni se është gjithmonë jeta jon, koha jon që ne harxojmë kudo që jemi. Unë, si thonë, qitengo, unë jap shumë rëndësi kësaj gjës, edhe siç e thash edhe pak më përpara që unë jam kjo, edhe gjithmonë kam për të qenë kjo, do ta mbaj veten dhe këto xhinkset janë shumë të bukura sepse janë me shtat lart. Dhe vinë të ngushta dhe pastaj fillojnë të zgjerohen dhe është ky modeli që ta bën trupin si një siren. Dhe është shumë i bukur. Do t'i provoj edhe këto, do t'ja tregoj dhe si përfundim, shkova mora një palë xhinkse të thjeshta, por shumë të gomuara, siç e shikoni. Më pëlqevi shumë ngjyra, modeli, edhe masa. Njerëz, mora masën S. Nuk më besohet as vet, por jam masa S tani. Edhe të gjitha një nga një do t'i provoj me bluzën që kam veshur përsi, pra që ju të shikoni se si do jem unë e prezantuar në këtë periudhë në punën time, që do jem bukur, thjesht, por e prezantueshme që sido që tjetë, nuk ndjehem në siklet apo ku ta di, sepse atje brenda është ngrohtë, maksimum i veshim ndonjë felpa lart të zezë, edhe po. Pastaj, gjëja tjetër që doja të ndaja me ju është kjo maskara këtu. Nëse doni t'i bëni një screenshot, një foto, mund ta bëni ose të shkoni në Tigota edhe ta kërkoni. Më pëlqen shumë dhe ja super sugjeroj sepse është vërtet shumë wow. Shikoni? Dhe furçën si e ka. Unë ja sugjeroj dhe imagjinoni që burri im nuk e kishte bler, ja kishin dhuruar. Nga që siç thash kishte bërë një shpenzim goxha të madh me detergjent për shtëpinë. Jeni gati tani të më shikoni gjitha veshjet veshur? Po. Shkojmë. Ndryshova vend dhe t'ju tregoj veshja e parë, siç ju thash, janë këto tutat e xhyra me bluzën, rehat, komode dhe më pëlqejnë shumë. Vinë me elastik dhe me këto dy lidhset, si që tregova, dhe po, materiali është shumë i bukur. Tani, do vesh të tjera dhe t'ja tregoj. Dhe këto janë pala tjetër, janë po të njëjta, thjesht është ngjyra kafe. Nuk e di sa duket, por po. Dhe është materiali si kamosho, dhe ma besoni që mbas aty nuk duken kush e di se çfarë, por janë shumë të bukura dhe shumë komode. Dhe mua më pëlqejnë shumë sepse rrin shumë mirë dhe ti mund të punosh shumë lirshëm dhe shumë okej. Veshim të tjerat dhe ja u tregoj. Këto janë tutat e tjera që janë po një material si ato, vetëm se këto janë të ngushta në fundi edhe kanë xhepa. Dhe më pëlqejnë shumë se si rrin dhe këto rrin shumë bukur, komode, rehatshme. Apo më? Edhe më pëlqejnë vërtet shumë goca. Kështu mund t'jem unë në një ditë të thjesht në punë, por një thjesht ndihem bukur, komode dhe nice. Ndryshojmë veshjen. Këto janë getat që thash që kam marrë 4 palë dhe më pëlqejnë shumë dhe rrin shumë bukur, jam shumë komode
dhe ma besoni që janë as pak transparente. Pastaj edhe Arli, hapo, edhe bluzen e kemi gjatë të gjatë, që kështu nuk është se jemi shumë në siklet apo çfarë, por ma besoni që nuk janë fare të dukshme dhe butësia materiali që kanë janë vërtet super. Kur them super. Si që shikoni? Dhe nga këto ka marrë 4 palë, pasi vërtet janë shumë komode dhe i gjeta me një çmim shumë të arsyeshëm. Veshim xhinkset, kam ngel 2 palë xhinkse, ti veshim edhe ato dhe t'ja tregoj. Atëherë goca, këto ishin ato getat që thash që s'dua t'i vesh për punë, pasi vërtet janë shumë të bukura dhe shumë të mira dhe desha t'i vesh për kombinime, xhiro, sepse vërtet më pëlqen materiali dhe nuk është se i gjej shpeshherë. Se i kisha haruar që i kisha edhe këto, hapo Arli? Duken shumë bukur. Tani do veshim xhinkset. O zot, o zot. Këto janë xhinkset e para goca. Shikoni sa bukur që rrin. Rrin shumë bukur, janë të ngushta në fundi. Kështu. Janë shumë elastike të gomuara, siç u thash, dhe janë shumë komode, shumë bukur dhe nuk është se t'japin bezdi, apo Arli, kur mund të punosh, të lëvizësh, marrësh gjërat dhe vërtet duken shumë bukur. Veshim xhinkset Qershiza mbi tort. Janë këto xhinkse që do t'i tregoj tani. Janë shumë bukura. Edhe këto janë të fundit që u thash, ja bëjnë trupin si siren. Shikojni? Duken kështu. Që janë të gjëra nga fundi. Shikojni? Edhe kështu. Kështu duken goca, më pëlqen shumë. Që do t'janë bush. Apo Arli? Edhe bluzja është shumë e kombinueshme me gjitha veshjet, që është zezë, edhe po. Këto ishin blerjet e mia, edhe të veshura që ta shikoni më mirë, dhe do shifemi në vazhdim. Shifemi sot me Big Brother, se kemi Big Brother, në si që shikoni s'kam qenë dhe fort mirë se më ka dal një herpes nga temperatura. Ti ishim qik kakacen këti, se ky ka bërë kakace, edhe shifemi në vazhdim. Bëj qik zemra këtu. O zoti, ma dhe bak, te është pasë që apo do nga sësh makinën tim ati. Hi guys, mirë mëngjes. Nga Marilis jemi bërgati, sa të pi kafe nun, ora është diku tek 7:20, 7:30 të nisim nga shtëpia dhe të shkojmë se cila në destinacionin e vetë. Unë në fund dha Marilis në shkollë, herpes e kam në këtë pikë, kam vënë një skoç për herpes, një Cereltino, edhe po, outfiti ky për punë, pi kafen edhe do nisemi. Mirëmëngjes, është e hënë, qoftë një javë mbarë për të gjithë ju. Ku erdhën të shkolla Marilisit? Të lë Marilisin dhe ti këto që se po vete e 40. Daj mama. Aq. Nuk të put çdo të mami se ka herpes. Shkolla mbaron një niq. Pune mbaron. Grazie ma. Ciao. Bukur është ime.
pushimin e drekës, është e hënë, është shumë e lodhshme, por do ja dalim. Më në fund guys, varova dhe për sot, ikim në shtëpi, tururururu. Më nëzit për përës vetë në shpi, të lullushi ime, ikim. Dhe që të regoj që i edhe pamjen, kështu, grill, sa bukur. Që ve që telefonin të se është zhjurë. Inga Lera. Oi, dove sei? Mamone. Até mama. Iku pra. Oj! Uspa në meni. Jo të se vritet. Jo të se vritet. A jam, i shkele flokët. Qa babo? Babo më i do. Un saluto per il canale di YouTube. Hi guys. O Ami. Shiko. Mare fuori, cesto mare. Mare fuori televizione. Cesto mare fuori, cesto mare fuori. Është një film, quhet Mare Fuori, është shumë i bukur. Netflix, kushdo ta Rosa shikoj. Ricci è quello che lo conoscono tutti. Jam Rosa lodhur shumë. Ricci. Goca, mbas një kohe shumë të gjatë pushimi nga palestra, sot rikthehem në palestër me Angelën. Dhe po bëhem gati dhe thash t'ju merja disa fragmente me mua. Kështu jam për momentin, nuk është se kam marrë shumë kile, por që duhet të tonifikojmë, që kështu fillojni dhe ju me mua, se jo të marrësh pak kohë për vete, ja vlen. E di që kam filluar punë, e di që merrem dhe me punën te fabrika dhe me punën e studios, e di që merrem dhe shtëpinë dhe me familjen dhe me fëmijët dhe gjitha, por këtë një orë nuk e marr fare si një impenju që të më peshojnë, por që një orë për veten time, që të dedikoj vetes time dhe të shkarkoj çdo energji të keqe dhe të kujdesem për vete. Ballo sulla tecno. Nga e Marta, po bëhemi gati, dhe Amarilesi, gati jam, po vishet Amarilesi, bëj kafen, edhe fillon dita, mirëmëngjesi dhe nga ana ime, Erbesi është duke u shëruar, bëjmë kafen dhe nisemi për punë. Shumë shpejt do shikoni këtë vlogun, e shpresoj që t'ju pëlqejnë, duke qenë se shikoni gjëra ndryshe. Unë, se që dini, me punën 8 orë atje, gjë e re që kam bërë, është që unë, e keni parë me një fragment, kam filluar palestran, që kështu, përveç se 8 orë punë, studio, shtëpia, fëmia, edhe palestra. Që ta ishte Elketa ditën më strong. Dhe palestra më ndihmon shumë, vërtet shumë. Dhe duke qenë se bëra vetëm mbrëm, gjatë sot kurizin e ndjej më mirë. Ai lexuar. Gjëra tjera s'di çfarë t'ju them, përveç se ndjehem më mirë vetëm kur jam në studio në Amarile Studio. Aty për mua nuk është thjesht punë, është pasion, ëndër që i veten time, e dashuroj atë punë, por që punën që po bëj tani 8 orare është për arsye të forta, që vetëm unë po punoj në këtë periudhë, Amarin do është në shtëpi. Edhe kështu. Ecim përpara, Zoti e ka shkruajtur diku edhe riskun ton, që kështu t'i lëm çdo gjë në dorën e Zotit, edhe ne të bëjmë më të mirën të mundshme, si për vete dhe për persona që na rrethojnë. Çfarë do bëjmë? S'ka njëri pa halle, gjithë me halle. Guarda che bello sto gioco, però è sempre diventa dentro il fiore.
prima, non lo guardare, non lo giocare. No, un fiore. Non è un qualcosa, è un fiore. Ho capito, ma non lo fare. Vedi in che modo l'hanno fatto? Un fiore. E certo, che l'ho colorato lì. Ah, ma io ti sto dicendo che il Roblox non lo voglio, te continui ancora. È carino. Lo togli e lo spegni e ti prepari che andiamo. Sono già preparato. Niente, non giochi mai. La mattina non bisogna prendere Però questo. perché bella cosa che ci Sì, poi X me già messo. fare questo qua è bellissimo. No, Dammi. no, Dammi giù. Gjumgje. Mua nuk më pëlqen fare që ti kapsh Roblox. Sepse është shumë gjë e keqe. Që mëngjes bëhet trori pikë në shkollë. Mëngjes sistemet e përpara Ma ti. sono già preparato. E quindi? Cosa posso fare? Che scarpe? Ma le scarpe si mettono dopo. Andiamo, mbarova kafe, nuk ike. Sì, però. Gocat e ky vlogu këtu dua që secila prej jush mamave të më thojnë sa fëmijë ka dhe si sillen nga mëngjesi deri në darkë me ju, ose më saktë. Më tregoni një nga episodet që fëmijët zgjohen në mëngjes për shkollë dhe bëjnë tekat e mundshme, siç bën Amarilisi. Kam ardhur para fabrikës njërës edhe nuk më vjen të futem brenda. Por duhet të futemi të fillojmë punën nëse jemi me vonë. Nes erdhi Vilma, një nga shoqet e mia. Vilmuqa. Sa po kam dal nga puna, ndezi makinën dhe jem në shtëpi, se mezi po pres t'ik në shtëpi. Mezi po pres. Shifeni sa fiksime kam kur e bëj kështu. Opa! Ikem në shtëpi.